Kreu i Partisë së Lirisë Ilir Meta ka dhënë një intervistë për Ora News ku ka pranuar se ka dënuar me 10 ditë në burg që të mos marrë pjesë në aktivitete sportive. Shkak është bërë një intervistë e bërë me telefon jashtë orarit të përcaktuar. Po, ky vendim historik është i vërtet dhe mu komunikua sot nga Komisioni i Disiplinës. Gjoja pse kisha kryer një bisedë telefonike në orën 20:20, kur telefonatat lejohen deri në orën 20. Këtë orar strikt nuk e dija sepse sigurisht do ta respektoja, ka thënë Ilir Meta. Ai ka folur edhe për vështirësitë e qëndrimit prej 8 muajsh në burg. Unë personalisht ndihem në top form si kur më parë. Ushtrohem disa herë në ditë dhe lexoj e shkruaj shumë. Kam mësuar shumë gjëra të reja pasi kurs kam jetuar në konvikt. Kam takuar edhe pse shumë pak njerëz të mrekullueshëm dhe fisnik që rrin këtu vetëm për statistika të rrejshme. Thaj, i pyetur se si ja bën me të nxehtin, Meta thot se uji vjen vetëm 1 ose 2 orë në ditë. Kjo nuk është sfidë për mua pasi unë kam problem kondicionerin dhe jo të nxehtin. Vërtet tani nuk ka ujë këtu në mes të Tiranës edhe 12 vjet pas premtimit të kryeриlindesit. Por kur vjen 1 ose 2 orë, mbushim bidonat për t'u larë, u shpreh Meta.